Edhe pse s'dua që ta pranoj, sa herë që ty dësho, çdo gjë ndryshon. Ty të dua pran, si s'po e kupton. Veç ty të dua, sonte dhe çdo nat. E jam me mua, mos të presë më gjatë. Do ta fali çdo gjë, sonte vetëm ty. Veç ti ta kuptosh se për mua je veç ti. Edhe pse s'dua që ta pranoj, sa herë që ty dësho, çdo gjë ndryshon. Ty të dua pran, si s'po e kupton. Veç ty të dua, sonte dhe çdo nat. E jam me mua, mos të presë më gjatë. Do ta fali çdo gjë, sonte vetëm ty. Veç ti ta kuptosh se për mua je veç ti. DJ, spin that record. Veç ty të dua, sonte dhe çdo nat. E jam me mua, mos të presë më gjatë. Do ta fali çdo gjë, sonte vetëm ty. Veç ti ta kuptosh se për mua je veç ti. Zonja dhe zotri, sa për të ndëruar mirë mbrëma dhe mirë se vini në show spektaklin tonë dhe t'juaj në Odeon. Mirë mbrëma najnë që të dua pat. Mirë mbrëma të gjithë dhe mirë mbrëma Kosovë, mirë mbrëma shqiptar. Kudo që të jeni, e nga do që të jeni. E thamë gjithmonë, është ndru në një slogan të përhershëm dhe nuk i ka bo shumë, ja 16 vjetë. Në realitet, sepse ju drejtohemi gjithmonë juve, shqiptarëve tanë, kudo që të jeni, në 4 anët e globit, që është të vërteta kemi reagimin nga 4 anët e globit, dhe për këtë ndjehemi shumë të lumtur. Mirë se vini në spektaklin tuaj, në sheshin e fjalës së mirë, këtu në Odeon, në Radio Televizionin 21. Për çdo të shtunë ne bashkëbisedojmë me të gjitha format, edhe me këngë, edhe me humor, edhe me bashkëbisedim, edhe me pyetje, edhe me përgjigje, edhe me ndonjë porosi, edhe me ndonjë dëshirë më shumë. Po gjithmonë synimi është që ta bëjmë më të bukurën, më të mirën, në mënyrë që pas një javë të ngarkuar, në realitet ju të kaloni sa më bukur në këtë të shtunë dhe nesër e diel në mëngjes në Radio Televizionin 21 me spektaklin tuaj Odeon.
Mirje, do të kemi si për çdo javë shumë çka të bukur, sonte po m'duket s'pas na çamë të pyet kush ka vesha. Jo, se më veç baç. Edhe a ke hik shumë? Jo, s'kom hek shumë, po më ka ndihmu e nderuara Hatigje Bidyqi, që e falenderoj shumë, që ajo jeton në Amerikë dhe më furnizon çdo herë pas here me vite të bukra edhe ekskluzive. Ajo është edhe piktore naturistike, kemi thënë shumë herë se një ditë do ta kemi një ekspozitë të saj. Ose këtu, ose me një linjë të drejtë për drejtë, sepse është e jashtëzakonshme se sa bukur pikturon. Një talent i rrallë që në realitet është zhvilluar në për vite si duket në Amerikë, atje ku jeton. Ajo dhe familja saj, një familje që një jetë të tërë ja kanë kushtuar shqiptarisë, mbi të gjitha Kosovës. Janë familja Bytyqi, është Sabiti, Sejda, Muhameti edhe Mustafa. Që jemi këtu tek ajo se një jetë të tërë i kushtohet vendit, vërtet këtë e kemi edhe detyrë, sepse vetëm këtu ndjehemi të rënd ashtu siç e meritojmë. Sa i kryjmë detyrat është vërtet një çështje që shtrohet si pyetje me vetvete. Çka ndodh me ne? 3000 vjet kemi luftuar që ta kemi këtë ditë. Sot, kur i zgjedhim përfaqësuesit, i votojmë, fillimisht vin zhag në për shtëpia, në për duke na lut mja u dhon votën. Për fatin e keq, pjesa më e strukturuar intelektuale heziton këtu, ja u japin votën, pastaj ata shkojnë në parlament edhe bëjnë natë me njëri tjetrin. Kush ja u jep atë drejt? Absolutisht këtu do të rregulluar mekanizmat kushtetutar edhe ligjor, që të gjithë ata që bëjnë ashtu të sankcionohen me ligj, me kustetut, në mënyrë që kur mos mjuron men me përdor inatin e tyre, sa ata kanë inatin me njëri tjetrin. Ata nuk mund të kenë inat parti me parti, kanë inat me njëri tjetrin individet, të cilë pastaj partisë ja shpjegojnë që po dëgjoni se nuk bëhet kështu, nëse nuk bëjnë kështu e kështu me radhë. Ju e keni për detyrë absolutisht të krijoni institucionet, edhe se mos mendoni që se dim. Na e dim kush është fajtor, të gjithë ju. Si më tutje, se mos po filloj po bëhna nervoze, po qes ma shumë. Jo, më shmenja në qëto, ti po flaton e të menuqish me registru një parti politike. E letos. Qatë shumë normal që na keni bua. E letos ka problem me majt, se ta nuk është tirë me kriju, problem është me majt. E do të kemi shumë çka të bukur sonte, do të kemi humore, do të kemi këngë, mysafir të veçantë, që do të na rrëfejnë kaptina interesante edhe historike të vendit, po dhe të jetës së tyre. Do të kemi edhe këngë, edhe shumë çka të bukur. Do të jetë tamam një spektakël i strukturuar si spektakël. Le t'i falenderojmë nga zemra gjithmonë sponsorët tanë, sepse janë ata, pa jemi na, jemi bashk, autor dhe kreator të spektaklit tuaj, Odeon. Edhe le të japim fjalën atyre që kënga ishte e jeton Berishës. Teksti Naima Baze. Veç ty të dua, sonte edhe çdo natë. Ditën? Ditën e ditë ka një zemër veç, ta qojnë telefon edhe kaq, përfundoj dita. Ato vinë në vazhdim për të na sjell humorin, gazin, në shtëpi tona, në zemra tona, në një javë të ngarkuar, në fund të saj, ju mund të kënaqeni me humorin, me satiren, me alegorinë e tyre, që e kanë edhe për mision të jetës, artistët e nderuara Dada Hyr dhe Kulja. Shumë dashuri. Zamra. Sa merë mësysh që kjo qashte. Edhe ti, sa merë mësysh, ajt edhe ti. Hajt edhe ti. Do të postojmë në mëzjedhe, që to zemra jashtë të një jasë vëzhloni se na keni qimë në kryq. O hajrë pache dhe ty të përgjede. I këna me shku apet. Po mirë që dhe ty dhe i na mësu, pe bojnë edhe si feste, po shkujme, po vishemi e, po votojmë. Është interesant, qatë ditë për shemë që dojna me shku atje, mas pari dali me kësy në përshehër, mas një shkojna me votu. Me votu. Të na i këthejemi, apet këthejmë. Apet? Po në na kina qatë në festu e. Vesh këthejmë të rësit si thiu në okull. O, mërëm me hyren, me shku, me bo keqapin të doktori.
Check-upin, po dhe me thënë, check-up. Aha. Nejse, dhe që ta shpithëjnë qashtu se na këtyna here i theshim analiza, me bo me këqyra jena mirë. Kur shkuma aty, aj doktori dosti hyrës, ha? Ajde hinin zyre që të te one, dhe i sa të bëna të rëni me mua? Hena. O, zët, qka s'kena po e qa s'kena ni? Aty ish humër se o na em. Ha. Humor vëllohe. Qysh kanë të nejtë që kur hini njone, tu, marana. Doktor tha, unë jëmë gati me hi spital. Era që bo pa të prishke, atë mëtë ke kejtë. Doktori pëkshyrë tha, bukën e pas ke marë, po? Pa, tha doktor, sapunin po ta shë, pijamet, qeben, po, tha, kejti ko marë. Ta e kjo tha që është me ty, kush është? Kjo tha doktori, tha në rase nuk kemi. O, ku kuaj kolegat i tina. Po, Edhe doktor, edhe profesor. I kish marrë studentat me veti, me bo praktik, veç kër i rasin zyre që atë tëna. Edhe pianist për vetë. Ta cili organ rritët derin 7 herë. A një studente, Kjo tha, bibza e syrit e dashër, e ajo hi-hi-hi-ja dhe në 2 herë. Dhe, ja buna thash, profesor thash ma si për mene syt, nuk po shë bre thash më kanë lonë syt diqka, ta më falë, tha kur e ki zbulu, tha që nuk po shë, thash kësohër që peqedi ki atë kuletën sens, po shën të. A e pove që ato njovën që hini, bime në gjyme këshone. Kër hini, fa, doktor, për më dhe mborki, doktor, për më dhe mborki. Tha, pësa tha që a ki hongër që për dhe mborki? Tha, kom hongër, tha, pis, mish, peshk, edhe Coca-Cola. Kjo tha, qëre tha, nuk je këtu në Facebook, po jetë e mjeku, e mos raj, po ka zë drejt që a ki hongër. Tha, doktor, pasull të pardjeshit. O, vish kur ka i njëri se të ngo, doktor, tha, doktor, i kom bletha atu i lo që tha si raket, që më ki thonë, tha, vish kalëzëm që shmi përdur. Kë po më këqyrë, mu për këqyrë ato, tha, shtini mbëth. Vish kur e ka ujda i kryp kështu. Doktor, hajtë që thiri ma volë, se po të shosa që jenë nërvës. Uq kjo doktori partë humoristik, a? Shumë. Djena sëftë të kesh me ta. Po vjen njona dhe kjo të urnonizoj, qka mëj me bu për juve aja? Doktor nuk po di si t'ju them. Po urno, tha Zoj, qka mëj mi unë mu? Tha doktor, sa her po pi uj, po më vjen dëshira për seks. Kjo ta Zoj, ta dale, o dale, mere vitën me të mirë, u do, mere një gotu uje pije. Qa da ka i njëni, doktor. Kalëzëm bre, tha doktor, tha qysh mëj, tha me të shpërbly, tha di qysh, tha që i ki bot të në ato punë të mira, tha për mua, din, që më kinejt hazër e krejt. Pa i tha s'po di bre, tha qa me thonë, po qysh kisha muj, di qysh me të falenderu, kur ki doktori pa bon me sy kësha, din. Më fali sa, tha, pa i tha, këshyre, tha, ka të nori, tha, më ka pru, vë, tha, më ka pru tomëll, tha, dhe këmpira. Automekaniku, tha, ma ka ndresh kjerin. Roba qepë, tha, mi ka kjep teshat. Ti, tha, ka hije me profesion. Veç kur të këthyaj, unë e tha, vëragji. Në nga bish të kesh, në nga bish të a i psiatri norvegjez. Po dhe? Ka thonë, një birë në dite, rinë sa ma largë psikiatrit. Unë me burë të abin po getë dje kila pos konferencë për shtyp. Vesti moj konferenca, në që ta erdhën analizat, aden. Ta mana i mikëshur, ta shka dalë, bre doktor. Sa erë, bre, thash i po qona në sabap e i gjugumi, thash po më dhe më kraje, qa mi bo? A i, bre, tha dhe da hyrë, ta ti më su qënë sabap, qa ju pak ma vunë, qa pe po të move këtë punë. Kalëzën, tha, hyrë, tha, atë ka lonë, tha, apetite, a e ki hup apetitin. Nga bre, thash, doktor,
të lifar humbje shkom pas njët. Ama që kjo ja halasëm ka gjithë. A mu po më thët, ti pak uj thanë në kom. Vazhdo doktora, ta një të kom pi vene dhe bira, kjo ka mujtë me ndodhe që kër i kom la dhëmët. Që ata ju këtheva atila, ju thëmë dhe juve, shu që jeme. Lady Diana ka pas thonë, bota, besoj që bota sot dë vuan, më së shumëti nga një sëmundje që e ka kaplu. Ajo sëmundje është mungesa e dashurisë. Natën e mirë. Natën e mirë. Jemi rikëtyrë në spektaklin tuaj. Jemi rikëtyrë në sheshën e fjallës të mirë, e këngës të bukur në Odeon. Aty ku flasin gjithmonë ata që kanë çfarë për të thënë edhe për të dhënë në jetë. Dhe është mirë t'i dëgjojmë, sepse që në Odeonin e Pellazgjisë, e Ilirisë, të mençurit, të diturit, shkencëtarët flisnin. Radha e parë bën të pyetje, radha tjera dëgjonin e mësonin. Sonte kemi fatin e mirë të rrallë që ta kemi një mysafir tepër të veçantë. Jeta jonë në përgjithësi shumë interesante, gjenerata jonë, po dhe pak më të ri, e ata më të vjetër po se po, kanë përjetu 3 kohra t'i quajmë kështu. Paka shumë një lloj liberalizimi në vitet 70, një lloj shkollimi e kështu me radhë, pastaj vinë demonstratat e vitit 1981 dhe fillon katrahura mbi shqiptarët, më pas se kemi një robëri të thellë, luftën çlirimtare dhe Republikën e Kosovës. Në këto ditë të bukura të kësaj republike kemi shpeshherë protagonist të veçantë, protagonist të kohrave, të momenteve të veçanta. Sa janë dëshmitar, janë edhe protagonist. Një i tillë vjen sonte. E kishim prit ka herë, sepse bëhej fjalë për një gjenerat studentësh që sollën pak më shumë energji se gjenerata tjera. Në një moment të caktuar shpërthyen dhe ai shpërthim vazhdoi pa ndalur deri në lirinë tonë. Megjithatë, për këtë do të flasim me mysafirin që vjen në vazhdim. Ai është ligjerues universitar, ai është doktor shkence, ai është aktivist, është adhetar. Zonja zotëri për ju, për ne, për të gjithë, doktor Driton Lajçi. Hajde Driton, mirë se erdhe. Kemi prit moti. Edhe duke mendu që akoma jeni ai unioni pavarur studentëve me vite kështu pritte, për një ditë na erdhe, mirë se erdhe. Mirë se jetën, faleminderit shumë. Kënaqësia është e imja. Është kënaqësi, sidomos është e veçantë të jem në këtë amfiteatrin e juaj, amfiteatrin e Odeonit, siç e përmend, i cili nga romaket e vjetër, është vendi ku është vallëzu, është këndu, janë promovu vlera artistike, kulturore, dhe ju për mani me decenje, me dekata të tëra, si tu është vertikalisht para popullit dhe para Zotit, kulturën shqiptare dhe provoni dhe vlera tua dhe personale dhe familjare. A do në me vazhdu hala me më lavdu, kështu? Jo, po do të me të marrë me të mirë, ka pak se e më sa vera dhe. Zotri Lajçi, mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Ashtë në që të kam musafir, vërtet, ka herë, kemi bisedu bashkë, kemi taku edhe dalimin mes meje dhe juve me 1 tetor 1997 ka qenë se ke qenë radhë parë. Kurse na kemi qenë dikun kogja thellë me 2 profesor shumë të nderuar, tani akademik Jusuf Krasniqi, me Dervish Qerretin, Halit Shalën, Shaban Kastratin, e plot shok të antë, që se të kujtojtë që kur dilnim në protesta edhe të boshim, se na u doket që me qenë ma shumë, si kur mbrohemi. Po, sigur, po. Në realitet, edhe 2 vjetë bohen 30 vjetë, nga jo ngjarje madhe që si që anonqova, realitet, rinia jonë kishte shpërthyer për 3000 vjetë, në faza historike të ndryshme, në momente, në vite, revolucionesh, ngritjesh, kryengritjesh e kështu, por 1 tetori i vitit 1997, sikur
s'mund të them ja dha vullin, po sikur e filloi, sikur një indikatora, një katalizator e ndezi, një diçka që na vazhdoni me rezistu, po jo qash aktiv. Tani filloi si të kujtohet ajo ditë? Po, s'pari faleminderit shumë që meq veprimtar, bashkëveprimtar, ju dhe ata cilët i përmendet, na keni dëgjuar, sepse ne ishim të vegjël. Dhe realisht si figura, si njerëz, nuk përfaqësonim në gjatë madhe atë kohë. Përpos trupave tonë të njohëm dhe idesë për liri. Dhe nuk ishim të vetmit. Ishte lëvizja studentore, lëvizje traditës. E kishim frymëzimin edhe nga 68-a, pastaj edhe demonstratat të vitit 1981. Dhe dëshironim që ta ruanim traditën kombëtare. Universiteti i Prishtinës si qerdhe jo vetëm akademike, po edhe vend ku kanë dalë, kanë buru personalitete, figura dhe cilët momente dramatike në udhkryqe historike i kanë dalë zot atë dheut edhe vetvetes. Dhe ka pas shumë panjora sa për këtë nesh, se ju dini pak na jemi edhe nga një edhe viktime traditës, sepse shpesh është thonë se me i pamajt, me majt kola, shpi, me majt fëmija, shpi, kola jam i kish majt 2. Edhe nuk kishim pikpyetje. Pastaj, ju e dini, në okupim, Serbia atko ka pa okupu Kosovën, çdo pjesë të Kosovës, çdo qytet, çdo lagje, çdo fshat. Institucionet tashmë ishin bon disa vite, të cilët ishin jashtë objekteve të veta kulturore, televizioni i Prishtinës, institucionet politike, shkencore, bizneset ishin të bizneset mbjetonin. Universitetin në për shtëpi, në për bodrume, në për objekte ilegale, sektori privat i biznesit, ishte të zitë ullirit, gjithçka ishte me mbishkrime qirilicë, gjithçka kishte ndryshu. Ka njëherë... Ishte robri e thellë. Absolutisht, pra ka njëherë ne prindrit tonë, ne si bashkë kohanek edhe bashkëmoshatarët, kur ju rrëfejnë pasardhësve se si ka qenë gjendja, ka njëherë, si me thonë, duket e pabesueshme se na jem këtu. Unë hyra direkt në temë, në realitet, se jenë nga protagonistët kryesor, se në realitet ju ishit kështu. Bujari ishte kryetar, juve ishit nën kryetarë, Albini ishte antari kryesisë, Mohameti ishte kryetari kuvendit. Edhe kryeredaktori Botës së Re. Edhe kryeredaktori Botës së Re. Tashi, dhe ishit për plot të tjerë. Ka plot emra se me fillu me i numru ju him në hak, kështu në... Kur e takoj Ernest Ljungmen, shpesh herë bëj batuta me për plot të asaj periudhe. Edhe... Tash, kjo gjë ishte para pregadit, ishte bisedu. Fillimi i demonstratave se në realitet, neve deri me pas vitit 91, ma nuk ka demonstrata, nuk ka protestat më dha, nuk ka një rezistencë, një pushtet paralel, që ndërtum brenda mundësive tona suksesshëm, por protesta dhe demonstrata, ballafaqim tash direkt me policinë, me parapolicinë, me ushtrinë jugoslave, ishin aksionet e UÇK-s që kishin fillu që në vitin 93, 94 e kështu, por furishëm para krejt botës me dalë studentët tashi ishte momenti më kyç, momenti më tash filloi me 1 tetor, kish qenë pushimi i verës, po ju i kishi bë para përgatitjet, si kanë fillu bisedat realisht për me bë këtë protest, këtë demonstrat, si dush quje për mu, fillimi luftës? Po, faleminderit që na i rikujtohet i përmend emrat secilin veç e veç. Nëse do duhet t'ja përmendim dikuj emrat, atëherë do duhet 234 profesorëve dhe studentët që janë vrarë gjatë luftës Kosovë, sikur të kishim kohë në mënyrë një nga një veç e veç do t'i përmendja secilin. Me qenë se nuk ka shtu me ne... 243 profesorë dhe studentë. Po, janë vrarë gjatë luftës Kosovës. Zotë Dritan, kur jemi në skenë, në televizion, absolutisht mund të bëjmë homazh veç me një duar tërkitje të madhe për të.
thonë, kur kam qenë, mbasi bujoj shkojnë në qeverit për koshën të Kosovës, dhe unë e vazhdova kryetari i Unionit Studentëve edhe për ka kohë, dhe kam vizitu disa prej familjarëve, studentëve edhe të profesorëve, dhe ua kam da diplomën e nderit, edhe ua kam thonë se kjo është edhe dashurisë, është diplome më madhe se këto diplomat tonë të fakultetit juridike që i krejme, ka nënësin e vetë, megjithatë kjo është diploma është më e madhe, se sa ke diploma tjetër të cilat i marrim ne, sepse nuk ka akt më të madh civilizues, se sa idea për liri dhe dhënia jetës për liri. Dhe s'ka ideal më të lartë. Absolutisht, edhe është vlerë universale. Jeta është liria. Nëse s'ke liri, s'ka jetë. Po. Dhe prandaj më kthy tash te tema, me qenë se është e pamundur dhe e pa shmangë e pa i kishin qenë, tashi, mos harrojmë, edhe Hashim Thaçi, edhe Kadri Veseli, edhe Recep Selimi, edhe të gjithë këta kishin qenë aktiv në unionet në kohrat e tyre, kishin baru studime, disa s'kishin baru akoma, filloi jeta ilegale, tash erdhi radha juaj. E fillut si bisedë që absolutisht duhet me bë diçka apo si filloi krejt kjo? Shiko, tash kur po kalon një kohë, një distancë kohore, disi nuk preferoj një farë mënyre me, si me thonë, me havë vartë e vjetra. Edhe me ripërsërit kush është kush edhe pse nuk u bo. Tash me vendosë sot një fjalë, mos me qonë pseja edhe magajt i këshin thonë pash. Po me gjithat, është një moment i caktum që duhet me thonë pse jo. Sepse tjertë nuk e kishin kry punën si duhet. Një për bisedave që kishin pyte për këto jetën familjare, femirore, tjera si kam qenë. Edhe kisha një fotografi... Kena më këthy, ma vonë kemë na evoku pak ato. Ato gjimnazit, shkollës e sen, edhe për ishat fotografi. Edhe unë se kom besu që duhet unë me qenë qaj prej peje e marë këtu, mas por mja njësë studimeve në objekte ilegale, edhe e dyta me qenë ajë cili do të ngritem për mi mbrojt, për me kërku këthimin e nxënësve, studentëve në objektet shkollore dhe universitare. Sepse subjektet politike të asaj kohë për arsyet të cilat mund t'i kenë edhe ata, nuk e kishin kryer punën e vet. Spari Kosova nuk ish përfshin jo vetëm Dayton, se Daytoni kanë neve na shërben si një farë arsyetimit. Daytoni është për Bosnjën dhe Hercegovinën. Përfundohet lufta, i ndajnë hisën kratet, bosnjakët edhe serbet dhe e legalizojnë gjendjen faktike. Kosova është diskutu kështu në margjinat e konferencës ndërkombëtare. Kosova nuk është përfshi të shpërndarja e Jugosllavisë. Kosova o vlerësu si vend i cili... Që në Badinter kemi me të... Po, të Komisioni Badinterit sakt, kur caktuat Gerta Renz, i cili me mbikëqyrë zbatimin e drejtave të njerëzit. Dhe me thonë, statusi i Kosovës barazohet me Srpska Republiken, me Serb të Kroacisë e tjetër. Ana kishin autonominë mbrana Jugosllavisë së Titos. Dhe me thonë, Kosova është përjashtu, se politika nuk është drejtësi gjithmerë, është përjashtu për mu vlerësu në baza meritore statusi saj që nga konferenca e Londrës edhe Zhenevës, respektivisht Komisioni Badenteri ju e dini Robert Badenter, kryetari i Gjykatës Kushtetuese të Francës, edhe tre tjetë kanë qenë Italisë, Gjermanisë edhe një tjetër. Prandaj, pastaj edhe marrëveshja kryetarit Rugova me Miloševićin për kthimin e nxënësve në universitet, ka pas ato, si me thonë, ato dy kuptimësitë e veta dhe zbrastirat e veta, pavarësisht për kësaj, ajo nuk është zbatu. Dhe unë kur kam marrë këtu në studime, 1992, kam marrë nga Kroacia, sepse ka rastis 13 muaj me qenë në Kroaci, ku ka shpërty konflikti krato me forcat jugoslave të asaj kohë. Ka qenë ushtar apo në punë? Po, jo ushtar. A ushtar? 18 vjeçor. Mas që kam marrë shkollën e mesme, gjenerata para fundit e shqiptarëve të cilët kem shku atje. Mirë po, dhe me thonë në frymën e atmosferë lufte, 13 muaj kam qëndru atje, së më kanë liru asë njerë pa këtu në shpe, tjera. Une isha kryetar student fakultetit juridik, Bujar Dugolli, kryetari i studentëve fakultetit filozofik, Muhamet Mavraj, gazetari Botës së Re. Dhe ne ishim në atë kolegiumin e kryesisë së Unionit Qendror të Universitetit Prishtinës, dhe aty kanë qenë do gjenerat më vjetës se ne,
Kjo ideja e protestave ka cirkulua, diskutua, përmendet nga partitë politike të asaj kohe, por erdhi viti 1997. Të me thonë, 1990, 1997, ishin 7 vjetë. Dhe disi filloj me u kriju në bindjen tonë, në përshtypjet tona, edhe veprimet tona. Ideja që jemi të nejtë. Jo veç të nejtë, po nëse bën diçka paralele, periferike, është patriotise. Për shembull, fillum me ndërtu do korzën breg diellit, nisem me u akomodu në ato objektet, në podrume, do profesorat fillum një morë kapak do pare, sa një farë rroge modeste, tjera, edhe fillum, edhe tash edhe Kosova Republikë edhe në rregull jam. Po, për shembull, unë s'kam qenë, si me thonë, atë kohë as i lexueshëm, atë kohë me lezu ideologji, as të Marxit, as të Ledinit, as Tites, as Che Guevaras, as një prej tyre heq. Në shtatë më miqë si kom lexu, se mi pa lexu. Isha tut, isha kom tangë. Ishe nal. Isha nal. Edhe e kom ditë vesh një sen, bazon traditën shqiptare, edhe gjyshe tu, edhe familjes teme, kanë thonë me Malazez, me Crnogar, historikisht që më kon luft me ta, pe serbit s'do të mi pësu. Për juve, se na me serb këne. Po juve se na me Malazez këton, edhe që kjo disha. Kryesin, a kishit konsoliduar dhe a i besonit njëri tjetrit që do të mirë një vesh fix? Po, tash, beteja por ka qenë me mujt do gjenerat me vjetër e studentave, të cilët ishin më afër lidhjet demokratike të Kosovës. A me i mujt? Po mi mujt. E i mujt pasaj, e? Po a i mujt e me shumë vështërsi. A me vështërsi? Shumë vështërsi. Sigurisht, se dhe ata ishin pjesë e rezistencës, nuk diskutuar. Edhe ata, po... Ju veç kërkojshin ma aktive. Jo, ma aktive. Ata ish rezistenca pasive paqësore, na ishim rezistenca aktive paqësore. Në me thonë, ata me deklarata, na dëshim me dalë me i qitë trupat tonë para tenkave. Aktive paqësore nuk konvergon shumë veç... Po, ajo terminologi e cila ka qenë shumë e menqure jona, them drejten, edhe ka qenë ndikimi pak edhe i profesor Statovcit, se si jurist, ai ka ndikur te formulimi i termave. Se si me qenë korrekt në kuptim politik dhe me drejta ndërkombëtare. Se ne për shembull asnjëherë se kem përmend bie fjala kështu publikisht luftën shqiptare. Po flas në fillim se më vonë kem dalë hap tas. Derisa kem marrë mbështetjen ndërkombëtare. Se kur thoje ti se duhet më kthy në objekte universitare për paqe, mbështetja është absolute. Sikur thonim na, ne duam liri, duam luftë, atëherë na do të më bëj çush për shkrim punë. Edhe në mënyrë kjo ka qenë terminologjia, pozicioni jo dhe platforma jo në ndërtume, që thonë në anglisht low profile, profil i ulët. Se sa e ke plot ka njerëz që sot e kësaj dite brohrasin për bashkim me Shqipërinë se morin asnjë hap, asnjë veprim. Më mirë është me marr secilën ditë ka një veprim e me artit dhe bashkimi kombëtar se sa më përmend për gjëtet dhe mos më bë kur gjë. Domethënë na kem pas një far profili tot një fjalor, mënyrë që me fillu, sepse dëshim një familje me marrën mbështetjen se njerëz me normë veti. Se sikur përmendim me terma të fortë, në shtatë njerëz na kishin mbështetur deri në atë mos. Jo se jo bashkia ndërkombëtare, jo se jo administrata amerikane, nga e cila ne synonim ta merrim mbështetjen. Pritej që do të bëhej kjo. A keni pas takime me partitë politike e di? I kemi përcjellë edhe i dim, kështu nuk e rëndësishme ishte me në fund apo thot Rugova, gjithsesi LDK-ja që ishte qatë republik, po ose jo, po më ndërkombëtarët. Vut kontakt edhe çka ju thonin ata? Po ndërkontaktet fati jonë, asaj kohë se ishte hapja zyres amerikane në Prishtinë, zyres informative që quajt atë kohë. Edhe udhëheci i parë ka qenë Michael McLaren, pastaj Richard Huckabee. Dhe momentin që kem filluar na me diskutu iniciativen, administrata amerikane është angazhu. Dhe dikon në shtator të vitit 1997, para demonstratave, na kanë thënë në një takim të rëndësishëm, na kanë thonë që duhet më mbajt në ambasadën e SBA-ve në Beograd. Ne kem diskutu me Muhametin Bujarin atko, se cili do shkon e tjera. Ata kanë vendosur me shkuon për disa arsye. Bujari ka pas vllahun në Burg atëherë, Muhameti ka pas mërzi kështu vetë Ilirin, në Sane, tjera, Enverin. Enverin, falë. Po. Që është tina Ilirin, më thë qatë se une edhe Ilirin e ka vlla, edhe Enverin ka qenë veprimtare. Dhe thoshin, hajtë se ti e një më mirë, ishë Jugoslavin, për qenë shërbim pushtarak atje, adi pak më mirë, adi shkove. Shkove vetë, apo me ndoni delegacion? Ndoshta dhe me të re, ty ma letë e ma mire, sa në të ratu.
Nuk e dia, e kon qika që i plot atër me duru. Shumë i thot je kon. Dhe shku me atë është kujdes ambasadë amerikane, Gjuleta Mushkole ka qenë ajo cila i monte lidhjet me neve, dhe shku në ambasadën e SBA-ve dhe po na tregojnë se duhet mu taku, ka mu taku me juve, emisari special. Kush i thit? Ju? Ishim Femi Agani, Veton Surroj, Mahmud Bakalli dhe Adem Demoqi. A dhe Adem Demoqi? Edhe nga Unioni Isha juve? unë po. Dhe unë kam shku me zotin Demoqi me kërë. Me Demoqi në atë kohë kishim do pikë pa me ma tafër, se zotin Demoqi, po që ishte personalitet i njoftun, jo vetëm në Kosovë dhe jashtë Kosovës, ishte laureat i çmimit të Saharov në Parlamenti Evropian. Dhe kam shku me to, ai ka pashfaq disa 220 ide për dinamizimin e jetës politike të sigurisë në Kosovë e tjera, cilat i ka pas përqafua ku Albin Kurti, se sigurisht ju intereson edhe juve edhe shikuesve, se Albini që fillit të tij të para ka qenë i angazhuar për rinin e partisë parlamentare me zotin Demoqi, e ka gjetë veten aty i gatshëm për dinamizimin e jetës publike në Kosovë. Para se me do në skenë, në momentin që kemi do në skenë, dhe me thonë, na i kem dërmor do hapa ma konkret, sepse nga definicioni, për nga profili dhe vite studentuar dalojnë për partive politike, ata i kanë pas do statut, do program, do regula tjera, dësa nesë kemi pas kështu asë një mënyrë do farku. Energji e sa. Dojna me ndryshu botën. Edhe këtë botë se o fut rëbri krejt. Po, absolutisht. Edhe aty ta kem ambasadori Gelbart, Richard Miles, ambasadori SBA në Beograd, Nicholas Hill, vllavi Christopher Hillit, dhe ka hap. Nese takimi u vonu pak jo, 1-2-3 orë, ko që shumë, sepse ambasada amerikane, respektivisht Gelbart, kishte planifiku darkë me neve. Darka ju dinin në këtë farë regula diplomatike, ose e respektit edhe me bisedu ma gjatë edhe tjera. Po fonohen, s'po vjen, na po silën më në ambasadë. Për në ambasadë, herë delim jashtë, në dedinje, thëshin që dedinje si më konë kur me të ndajtë, po tash e kënë kuptu dedinje, një farë parkut, jo larkë isha e farë rezidenca e Miloševićit e tjerve. Ambasadat, me radhë një nga një. Me thonë, Demoqi, Ecke, me thonë dhejtë në të që ka pak, se ma i ri e se, në thonë ato e, a Ecke, aty një farë malit, aty, pane, po, kërë e kishim një farë mënyrë qadër, Adem Demoqi në regullave, dhe dishim që ka dy malet. Mrena, edhe tash ata vendosen me na ofru pak so biskota, në i qaj, me fitu në kohë. Se Miloševići e mante Gelbardin, me minimizu rëndësinë e takimit me neve, me arë mramja, me kalu koha edhe me në taku si shpejt, fjallë rasti. Miloševići donte ta minimizonte sa ma shumë takimin tuaj, që duke i vetëm si takim kurtoazie. Po takimin me Gelbardin, donte ta minimizonte. Po, që ishte shumë i rëndësishëm. Po, sigurisht, sepse nga aty ndërtoi pozicioni i Shtetit Bashkuar të Amerikës, sa ishte i dërguar i special i presidentit Clinton për Ballkan, përfshirë për Kosovën. Dhe aty kamarierat tash dyshim na qetësu neve pak, a shumë, edhe po na pyetin çfarë doni me pi. Është normal, ndaj uja në i gjane i sanë, kështu se si shqëllimi aty, takimi i ideja është me taku ata. Po, Adem Demoqi tha qaj rusit. Qaj rusi? Edhe tash... Bacadem? Ja, tash në s'pëvoj gërgjë, s'pëvoj zope, sho tash reagimin e tëne. Se tash, qaj rusit në ambasadë amerikane, ati pak ish një farë provokimit. Dhe... edhe përmes soja shprehet edhe pak nësi, një farë lloj reagimit. Po. Se pse po na vëndoni sa na deshim që diçka është ka ndodhur aty prapa kuintave. Kuintave. Siç ideja se as Demoqit nuk ishte puna e çajit, po ishte e porosisë. Dhe dakor, shkoj, erdhë Gelbard edhe me thonë drejtën, unë na si me thonë, nuk ishim në i shkollë diplomatike, as politike të zhvilluma, as personalisht, dhe në nivel vitil, për mu, për shamull, si student, si gjalliri,
Po me gjithat, ne kishim... Çfarë tha dhe çfarë bisedu dhe unë e kam interesimin për juve, ishte fjala për studentet, pa detale. Po. Dhe tash Zoti Agoni e hapi takimin edhe tha si më i vjetri që jam unë, aty shihni farë respekti që kishin pas profesor Agoni me Demoqin, nëse beton suroj, Mahmud Bakalli aty ish i thirrën sepse për opinionin publik, tash se ju keni qenë edhe protagonisti aty në ngjarjeve, edhe me familje, edhe me besim, edhe me tjerë, dhe ka qenë një ide e Republikë Kosovës Republikë si fazë kalimtare, në mënyrë që mos me evitu luftën. Prandaj gjithë ato takimet që përmenen në opinion publik, ku ka marrë pjesë Mahmud Bakalli, Baton Haxhiu, e me zyrtar tjerë serb, ka qenë në frymën e kësaj republike. Mos përmojmë një farë republike kalimtare, edhe tjera. Apo dhe republikë se kur u shtrëngoi ke fort puna, thoshin republikë veç. Po tjetër, po në kontekst tjetër kohor ish situata atëherë. Dhe normal idenë e dëgjojshin edhe amerikanët edhe britanik, për shembull, unë edhe Muhameti kam qenë në takim me Brian Donnellin, ambasadori i Britanisë Madhe, edhe zoti Bakalli ka qenë takim edhe në një mënyrë diskutohej ajo. Prandaj e përmenda në mënyrë të veçantë pse ka qenë prezenca edhe aty. Cili ishte qëndrimi jot si student aty? Dhe tash po flet Gelbard, e përfundoi profesor Agoni fjalimin, e prezantoi situatën, gjendja e njeriut, maltretimet, e dhunën e tjera. Edhe po thot Gelbard, tha, ju jeni dembel. Edhe unë po në qysh dembel. Jeni dembel? Po, për thot klasë politike të Kosovës, këtë që aty në që ishin prezent. Thot, nuk, unë po e thëmë Gjuljetës, a tha dembel, a mudak, tha, po tha dembel. Thot, nuk keni arrit me sensibilizu të drejtat e shqiptarëve të Kosovës as në shkallën e drejtat njeriut. Thot, as njëni për juve, thot, as njerë nuk keni dërzu as një letër, as një shkresë. Eni, thot, në zyrën time, dhe shini sirtartë e mbushur me letra nga vatrat e krizës. Kanë qenë atër Sierra Leone, Sudani, në lindjet mesme, krizat ndryshme. Thot, ju as njerë. Edhe thot, ti dëgjojmë studentat. Edhe i ka drejtru reflektuar kanë. Tash, unë isha përgadit, sepse ne veç e kishim miratu platformen, platforma edhe ato parollat, rezistencë, studentore, paqësore, jo edhonshme, pa provokime, kërkesa mu këthyn objekte universitare, si e drejt elementare, e bazuar në drejtën ndërkombëtare, në të gjitha konventat e arsimit që i parashe, ishin kompromitu, kishin dështu gjitha ato, për shembull, e kishim edhe një argument sepse nuk zbatohej marrëveshja e arsimit e ndërmjetësuar prej komunitetit Çene Gjidio, dhe kishim Vincenzo Palla. Gjitha argumentet ishin drejtimtore. Edhe unë e kom prezantuar kështu me çështo ta, me rifar e kom pasur, si më thonë, si natyrë pak tonin më të butë edhe jo më duk më i butë, jo kështu, edhe fjalojnë e kom pasur kogja në rregull. Edhe tha, nëse ju tha e zbatoni këtë platformë, tha me 1 tetor, do ta keni mbështetjen e qeverisë së Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe ne do t'i dërgojmë diplomatët adit, sikurse do të vinë edhe CNN edhe agjencitë mediale amerikane me përcjell ngjarjen. Absolutisht, na s'kem qenë vetëdijshëm. E çoi rompën ai. Po, e çoi rompën në mënyrë. Na, aty për fundja, jo që se kom kuptuar rëndësinë e saj, po për neve, kur ne ishim të gatshëm trupat tonë të njohë me i vendos para tankseve, do më thonë, a ish, si më thonë, prioriteti numër ne, këto të jatë rëndësinë e vetë, po vetë ishim të gatshëm, plus për juve dhe për të tjertë, ne kemë pasë dhe këshin organizativ rezervë. Në rast se në ndodhë neve në i gjo, atër vazhdojnë pjesa tjetër. Sepse unë edhe sot besoj, se ne edhe si qenje njerëzore jenë përkoshëm, po Kosova, shqiptarët janë të përhershëm. Ato do të me vazhdu. Na s'kem pranu, s'ka posa ide, jo ta që një popularizu, na duen menja juve, truni juve, përvojat e kemë thonë, ja, na dojmë partë, mu balafaqu me ta, heq. Sepse edhe kam posa ide, ta që propaganda dhe serbe, besa do partive politike të Kosovës, në Kosovat, ko e kanë për qëllim me qitë rinin e studentat në mejdan, vetë kanë me ik,
edhe kanë menduar aty një farë kasapane madhe ndaj rinisë dhe studentëve shqiptar, ka qarkullu kjo si luftë speciale edhe në shtatës e frikë, sepse tash me kuptuar në anën tjetër, Miloševiqi veç kishte dhënë argumente se mund me bëhet ashtu. A ka dhe diçka tjetër përveç në hapjes? Kjo pas ka qenë, unë po e dëgjoj për herë të parë, kjo pas ka qenë hapje tamam. Absolutisht. Edhe, në realitet, aty pas kanë qenë edhe protagonistët tjerë, mbi të gjitha profesor Agani nderuar, që në emër të DK-s, në emër edhe të presidentit Rugova dhe i ka dëgjuar që Gelbardi ju tha, bini kësaj pune. A ka pasur diçka tjetër, në takim tjetër, në i farë lloj. Aty kur unë i shkruajsha gjithçka, e kisha një blok e mua gjetën fletë. Dhe se tash do duke me besnikëri me raportu, jo veç në kish punë shoqënie kjo, po kishim këshillin organizativ. Këshilli organizativ përbëhej prej 5 studentëve dhe 4 profesorëve, nivel të universitetit, edhe me raportuese për këtë takimit. Edhe mua gjetën fletë një farë bllokut, kur njëri ofër po më jep do letra këtu. Kur e shoh Nikolas Hill. Nikolas Hill, vllau i Christopher Hillit. Dhe ajo është me të gjitha mundësit, ata në mbështetin neve. Normal në kuadrët e normave diplomatike, edhe shiko, edhe dosh me qenë idiot, për mos me në mbështet neve. Vetëm nëse ka kauza, shiko, interesat janë levizin, se në politikë në interesa nuk ka meq edhe armeq, ka interesa dhe orientohen që drejtim. Po kur kanë ardhur në Prishtinë kanë pa gjendjen e studentëve të universitetit të shqiptarëve, shkon e pamundshme si njerëz mos me të mbështet. Mos me të mbështet në këtë rezistencë të planifikuar. Po ka pas takime dhe matutje, për shembull, pastaj Gelbard ka ardhur në zyrën informative që kanë pas ambasada amerikane, edhe aty na ka taku dhe kjo para shpërthimit luftës. Pas se me fillu takimi, kanë qenë do ushtarak me grada ushtarake, se zakonisht kur kanë shku këto për votat e krizave, i kanë pasur ushtarak me veti. Dhe në një moment saktum, u koni dritare e zyrës amerikane, edhe peshe Prishtinën e me një farloj shikimit çuditshëm. Gelbardi apo uштараку? Jo, uштараку. Nuk po më thot mu, tha, që shë zhvillon një ekonominë. Unë pja thamë, së është problem mërë ekonomia. Veç shlirohen, së është problem heshtë, na keme bo këtu Zvicere, kemë burime ekonomike, që si shkon bashkështu, dhe ke parasysh se pe pom që na dhe sot po kemë probleme ekonomike, po para gjitha është dhe mbi gjitha, do me thonë, kauza ka qenë drejtë se pa liri s'ki as ekonomia, s'ki feja, s'ki arsim, s'ki as njëna tjetë. Qa të tha kur i tha kështu? Shumë ka kështu, shumë ka thonë kur që. As tha kur gjo? Ja, shumë ta kur që, se po që kam gabim. Erdhi një tetori. Dhe me Gelbardin pastaj jem taku, zoti Gelbard në ka vizitu edhe në Velani, mas një tetorit. Në rektorat? Në rektorat. Dhe aty... A mas një tetorit? Mas një tetorit. Tash, beton drejten, tash po flasë kështu më si kanë kalu një kohë edhe u bom do fa herojsh në eve dhe me thonë në Kosovë, respekt në rem njerës nga gjitha unë të sa. Presim Gelbardin, tash e këshim taku para, edhe tash pas. Tash na pritnim diçka pejtina. Tash, një prej studentëve boni si në hajgare, tha bo, aki kam në punë qecat universitetit. Prisnit prej ti, masi e hapi derën, tash duhet diçka ma shumë. Dhe ne si ishim natë madhiosëm ka pak ade, pej Rafjes, edhe Bojari, Muhametje, unë, Albin Kurtje, e kush ka qëllun ta kem. Po, ka qenë delegacioni përbashkët Amerikano-Britanik, zëvendës ministri, jashtëm Britanisë ka qenë ta kem. Edhe na u kujdesem, mos më dhez zjarë meq atë. Që më mërdhej? Nani, jo leta ndjej. O, leta ndjej? Po na këshyrë, tha, bukur po dukeni. Me ato? Madhiosëm. Tha, ja vlen të ta sakrifikohet për paqe. Thot unë si student kom demonstru, kom reagu edhe ja vlen me sakrifiku për paqe. Të me thonë, kjo ish porësia që vazhdoni. Ja vlen. Ja vlen me sakrifiku për paqe. Ja vlen. Mirë, ditën kur ju ishit në krye, se tash e kishit marrë detyrat në edhe profesorët, edhe s'kishtë askush hezitim, kështu në...
Mirë, frigoshit? Shiko, na kem pas harru vetën. Mas pari, na me mujtë tonë si më shku të shpia tonë. Unë se kom përmen asë njerë se me bo revolucion, ti nuk duhet me mjell frikë. Se njerës duhet me po shpresën të këti. Mu një 3-4 herë para asaj herë më kanë pas morë në polici. Edhe në pej, me morë pasaporten, më kanë nalë, kanë maltërtu, tu shku të shpia një herë, veç kanë dalë prej anash, prej do gjelbreme që kanë qenë do drënë, veç mu kanë shkosh për para, më kanë thirrë një herë në stacion milicis atje, me emën, me mjemën, me Do më thonë, këto formalitetet i kishe përjetu ti ma herë? E dishe. E dishe na, po na nuk kem të regu në opinion, sepse unë tash nuk e ndishim fort që dhe organizatat dhe drejtat njeriut, duhet mi u të regu, sepse dhunat që përdorë është argument. Edhe një për arsyeve që kanë ndërhy bashkësia ndërkombëtare është për shkak të tendenca për spastrimet në këtë gjenocidi që ka kriju Serbia në raport me shqiptarë. Ato zot me më shef. Po na, aso zot me më shef, se ka qenë një farlej, si me thonë, shqiptarët ndjishin jo dignitet nëse të regojnë që të ka rej. Absolutisht jo. Serbtarët na kanë sulmu edhe thoshin na janë viktim. Po. Se argumenti është argument. Do me thonë, ajo është bisha edhe ti do të me të regu se qatë po ndodhë. Lufta e dytë botërore përfundon me 520.000 shqiptarë në Kosovë. Vetën vitin 1945, 56.000 shqiptarë të evidencuar vritën. Kjo është gjenocid? Absolutisht. Mbi 10%, pak mbi 10% të popullsisë. Dhe kthehemi këtu. Dhe tash na i kishim harru vetën, si problema ja. Një prej pjesë platformës tonë ka qenë momenti që nisën tankset mull. Ka pas shembull gjatë historisë, ki Jan Pallahun për shembull që ka sakrifiku vetën para. Po ka pas edhe një iniciativë e studentëve, 550 studentë, të cilët kanë qenë të gatshëm me u sakrifiku. Se kur filloi iniciativa jonë, iniciativa studentore ka ndihmuar gjithëve. Edhe dinamizimit e partive politike, për mos me thonë që ja u ka shtu edhe ftyrën edhe atyne. Se ato hypshin tonin në vagon tonin. Edhe premtimet që aty disi takoshin. Nuk arrit më ull? Jo, je më ull. Momenti që je më ull, veç në kanë qitë. Kom të Mametit, e Albinit, e bujoj e konë ma onësh, bujoj në disi e kanë grabit pjesa e Po, shifën, duke një pak më shumë në atë farë dhunën që ushtrohet, Juve, Albini, këto regjistrimet që në bakë, është di pozicioni kamerës e këto? Them drejten, po, njoni që më ka kapun, edhe pse kem qenë shu, edhe shërbimin e krymë, edhe bisha ka pak qysh fizikisht me po, se rezistenca jo nuk ka pas qëllimin me sulmu ata, se në adishim që na pret. Për kundër zibile, i kem pas edhe studentat që janë kujdes për sigurin, njërë që mos me depërtu kush, se kishin frikë që shkandon të kalumen, me depërtu të masa njerës të shërbimeve të ndryshme, edhe me ta kompromitu demonstratën, me gjytë gura, me gjytë në sen, besa në alti, ose në gjohë, të një me na kompromitu edhe me na u këthyja e bumerang. Jem kohë një kem pas studentat me ngjyrë të kuqe dhe me ngjyrë të kaltërt. Ata të kaltërt me këshyrë mos po ka në gjohë për i banesave, ata me ngjyrë kuqe mos me leju kur kush me hymë rapa. Qytetarët kanë pas drejt mu reshtu në dy antë dhe me na me mu solidarizu me neve, se prend mos me analu ardhen e tyne. Edhe ka kap njoni shkon i ri edhe rrshet pakaj, edhe rëzohet, edhe në i hypi për mi. Toni, është orë qjetri, se disha që nisha ka pak këto farë, si me thonë, këto njën se si reagojnë njerës e sigurisë, dhe isha nëse vazhdoj, me nej për mi tonë vrasin. Se për me puntojnë e vetë, sa ata ishin militë civil. Edhe jo më qu, toni më kanë kap tjetër, toni pe i revoltë smale që dhe mek kolega e tyne e nëzuna për funi jone, atër kanë fillu i madhe i vogël të sjellë. Ju futën ato makinat, ju kanë torturu rrugës, si detalet vogla se e kalojmë shpejt. Po, jo, s'ka problem. Jo, aty mrena nuk na kanë torturu, se kem qenë dhe se une, Albin Kurti, Lulzën Jakgjiu, Ejup Statovci edhe Ahmet Gjeca. Limoni, profesori Limoni, kanë qenë edhe i medikusit Lutfi Dervishi? Lutfi Dervishi, po. Doktori, profesori? Doktori, po natyrisht. Profesionist shumë i madh. Po, absolutisht, edhe Adem Limoni edhe
Sa ju mbajtën? Dhe tash aty se shishim qa ka bot. E kom pas gjilponën për thekojse të begjit, edhe kom lëshu ka dalë. Se të isha kutim edhe mashtinë në sy. Tash njërora veqë se bile mos jam argument. Se ka mujtë me ndodhë. Edhe po thom, nëse lëzën jak gjutë që kanë pas thuj syzat e tjera, edhe po thom, Lëzoni dhe kara në sy si ka pas flokët e bardha, me po. Prej 30 kilometra me zonë. Dhe po thote, unë tash një familjer një faldoj vullneti disi edhe s'po full kukush aty. Tash e një mirë krejt, po. Tash ishë mësë bëni mëra kësa peshe që farë mështetje popullore kem. Për sa kohë ju lirun? Shku me në stacion policisë atje edhe na majte, na intervistu në daras, se cilin veç e veç. Edhe një shkujke një farë daktilografa aty, po më thëtë ta badjave, keni qka po bërtit në kështu. Serbia është e madhe. Që atë kanë bo. Qka ishte serbe? Serbe. Për që më intervistimin. Se intervistimi që shkojnë dhe fjale rahi, kombinimi të ne. Dhe mas një kohë, mas një 2-3 orë ka mundësi, na kanë mbledhë në një dhonë të madhe, një zyre komode, miro, shike që këtë bëjsh me një drejtus të milicisë serbe, një fa shtabit që kanë pasat. Lepović, quhej. Qysh? Lepović. Shone që shokët ishin ra, ishin torturu, ishin shkyja të robët që i kanë pas, vesh. Dhe po, a e tha, duhet me lypleje, ligjet tona lejojnë, e sa në nej, dhe reagimi juve koni kunde leqe, me përna mojnë sifra fjalimit. Na s'pe ndëgjojmë heq, edhe po thot, pos tjerash, profesor Statovci, je i lirë, mund është me shku. Thot, këta me gjahës do t'i lirojmë gjithë, po mas pari jo. Rektori Statovci tha, jo, se kjo ish kurth. Kurtha ish, me liruaj Statovcin të parin, e neve pastaj, me na mojtë edhe pak, e mjallëshu një rënë propagandë, se që rektori dole dhe i la studentat mrana në sërë milicisë. Rektori Statovci nuk ka ra në kurthën e milicisë serbe, tha unë e largonë në pejktujt i fundit, kur të arronë të gjithë studentet pejktujt. Lirimi jonë, sigurisht është bo me ndërhyjën e Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pastaj BBC-ja edhe Zëri Amerikës, kam dëgju që ka telefonu Eles Biberaj në Union Studentëve, edhe ka thonë që ka ndodhë. Këta ka ndodhë dikush kush ka qenë në zyret Unionit, qështu ka ndodhë arrestimet, janë filon fistekat edhe ka botë mollë Zëri Amerikës. Zëri Amerikës ka qenë edhe në është agencion publik i Departamentit Shtetit, edhe i Kongresit. Dhe e na ka ndihmu neve, pastaj edhe nishim edhe raporte që i kishim kriju dhe me ambasadën në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe reagimi tëne ka botë që ata me na liru. Dhe tash nëse mujme me zgjata dhe pak, ta deni, kur dalëm koridoreve, unë e frikën e kisha matë madhe, të një ka dalë koridoreve, se kishim pru atër milici prej Nishit e Kragujevcit e Vojvodinës. Kriminel pa fond. Dhe tash e disha që reagojnë kunder meje në format ndryshme, pas ta i kisha këmishën e bardë, qësh me dalë në të dyshi rruga aty, plot miletës, mytin që aty. Më kujtoshin këta filmat e Kinestudios Shqipëria e Re, dhe me thonë partizant, që kërë ballafaqerin me Gjerman, që të varstorje dhe tjera. Vasil Shanto. Dhe tash me vazhdu me ecë, që a bëj e kaloj rrugën edhe të një ndërtes. Po ndërtesat zakonisht për balë në të dyshit, kanë qenë banume me serbë, ose kryesisht, ose ata të cilë kanë punu në organet e shtetit. Dakord? Katin e parë, veç, katin e dytë, veç, katin e katërt, një në shqiptarit. Hajde. Po trak jetin derën, e hapi derën, një burë, thash, a bon pak ujë. Qëllimi im nuk isha aty, qëllimi ish me vesh diçka, me apo ma jep një diçka. Po ata, aj burri po folë mirë, na burri është, po unë dëgju gruja atje mrapa, një farë mujeve, disa në po na binim probleme mrana, rëziqe, normal, reagimi familjeve, sa një me, frika është që të një mas me mos po vini, torturojnë, reagim normal. Edhe qështu ka dalë, e lypa unë atë, pak uja, bën me fshi pak këpucat, po nisi me bo venune, në atë banese ka dalë. A fillove ti me? Fillo me jura. E kuptu në të, pse, thash, a bën një këmish,
një këmish me katror më kanë dhonë, edhe një kapuq, edhe më kanë dhonë, edhe kom dalë. Ato këmishën e të tojt akom, në një emision tjetër e si, edhe kom pas blanë, pa pas kom arru, s'ka rëndësi. Po tash nuk ishte ideja që unë u lirova une, edhe u kry gjithçka, sepse na atë ko kemë babo marrëveshje, edhe me shoqat plumagjive, edhe me shoqat tregtarëve, edhe me taksistave, e me të furtarëve, e me spitale, të gjithë kanë qenë mobilizim paratit. Gjithë populli kemi qenë. Gjithë populli kanë qenë. Sidomos që to shoqatat, njerëzit kanë qenë në formë se tjetër të organizu. Edhe unë shkoj, te një taksist, tash edhe u sill sa gjatë gjithë kohës, kush po del, mi marr shokët që ishin mbrana. Shokët edhe shokët që ka pas, Mihane Saliu e tjera, dhe me thonë, nuk arresua ditë, po aktiviste ka pas edhe shumë studente me femna. Dakor, Bujar Dugolli ka dalë, edhe tjere, nese kem shku në banesë teme, banesën e kom pas në aktash, një farësi po drumit, një farë përdhejse. Bujaj maj rafën se në atjertë, maj maltëtu, unë që aty përri, marrem din partë e galaksia, aty, nese u këthym, po presim, kur, jo ko e gjatë, një gjipi madhi zi të dera. Ashtë në Afrika në mënyrë milicia serbe, ose njështë e udbe, ose qashtu, se zakonisht ose kriminell, që të atër edhe pa tabela, fillon me... Kërri madhë. Kur? Po isha, po e. Nikola Hill, Lloj Christopher Hillit, Julian Bright, farë sekretari parë i ambasadës britanike, Jonas Vajt, sekretari parë i Suedis, edhe 3-4 diplomat. Edhe tash pja shok puca që shtu lusa si të mjetë që i kom satone. Edhe... Po që kjo pyetja është qysh në këshin gjetë. Po, banesën tonë. Banesën teme për dhe se ka një farë objekti që atje i parencishëm, asë ishë objekt nga... Edhe, joni, ta shune, mjë thonë dathuni, qysha ishen do të pia që të studentë që shikim pas në këtë nërë. Urnë një, hyne. Tha, jam marrë mjë përshëndet, me ju përkra, me ju të regu se këni mbështetjen tonë, protesta ju e ka kalu si mas planeve të cilat na i ke thonë, dhe do ta keni mbështetjen tonë. Vazhdoni, qetësoni edhe pushani tash. Pushani pak. Dhe absolutisht, pastaj nuk është se e dim të gjithë, dhe është mirë në momentet caktuara gjërat të rrëfehen sakt e drejt, sepse historinë tonë për fat keq goxha shumë na kanë shkruar të tjerët, na kanë përvetësuar të tjerët. Po propozoj, shkojmë me pak marketing edhe rikthehemi. Jemi rikthyer. Dritan. Në fakt, do të Dritan pak me moshje më i ri, se ju universitet edhe liceus. Unë kam shumë qef me të thonë profesor, se kjo thirrja akademike mbetet form, kur je doktor shkence, betet thjesht form, po ma preve më the, mos më thuj profesor, edhe po ju tham zotri Dritan, zotri Lajshi, bashkë kur jemi të doktoratura, keni doktoru në realitet në... Shkencat juridike? Unë kam SMC University është në Zug, në Zvicër, edhe kam kuadër të diplomacisë dhe ndërkombëtare, deklarata e pavarësisë së Kosovës është një farë trajtimi që i bëhet, edhe e marrë si shembull e quajnë atja vendosja kompensatore, vendosja shdemtuese, në mënyrë që popujve, shteteve dhe Kosovës me i traku për shkak si shdemtim, si kompenzim ndaj dhunës edhe pastrimit teknik gjenocidit që ka bërë Serbia në mënyrë automatike me i taku shtetin një farë mënyrë, po e bishkurt. Prandaj GND-ja familje kanë. Po, është opinion këshillëdhënës, nuk ka karakter obligativ, sepse shteti krijohet momentin që Këshilli i Sigurimit të OKB-s gjithë anëtarët deklarohen pro, kanë drejtën e vetës e përdorin një shtet dhe nuk bëhesh anëtar i OKB-s pa u deklaru të gjithë, apo edhe pa abstenu me propozimi kalon. Po, veç nuk duhet veto asnjëri. Veto, po vuni veto nuk kalon. Prandaj na shkaku i Rusisë edhe Kinës një herë s'kemi shpresa. Rusia se Kina ka abstenu edhe sa i përket rezultatit të gjykatës së Këshillit të Sigurimit, Kina nuk e ka votën e deklaruar për kundër, Rusia thotë qëndrimi i saj zyrtar është se çat qëndrim që do ta ketë Republika e Serbisë na do ta mbështetim. Përmes dialogut, finalizimit dialogut e tjera. E kështu me radhë. Përndryshe, Kogja ka humbur rëndësia, nuk është në farë punë e madhe s'pe vetë fort shumë, Kombet e Bashkuara, forca, fuqia.
Po, pavarësisht prej saj, OKB-a akoma është strukturë në funksion, edhe pavarësisht prej ndryshimeve të cilët është ka ndodhur në gjeopolitikë, si edhe Bashkuat Amerikës e vendet tjera, megjithatë Këshilli i Sigurimit akoma mbetet vendi struktura më e lartë e një organizate të organizuar ndërkombëtare siç është organizata e Kombeve të Bashkuara. Tash u boni 130 shtete që na kanë pranuar, ushtrinë kemi, policinë kemi, kufiti kemi, pasaportën e kemi, shkollat i kemi, lirinë kemi, çka duhet më bëj? Vetëm me punu pak më shumë? Po, për shembull vitin 2012 një shkrimtar turk dhe një anglez e kanë shkruar një libër, kanë marrë çmimin Nobel për ekonomi, Why Nations Fail, si dështojnë shtetet. Dhe domethënë morën si shembull Korenë e Jugut dhe Korenë e Veriut, që nuk është ambienti, vendi, pozicioni, klima, burimet ekonomike, mirë po oligarkizmi e shkatron edhe ekonominë edhe shtetin, se Korea Jugore ka tjetër pozicion, është vend i zhvilluar ekonomikisht, ndërsa Korea Jugore është e zhvilluar, ndërsa Korea Veriore edhe i merr si shembull dy qytete, njërin Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe njërin Meksik, që ndan për gjys, absolutisht ky SBA-ve ka arsim cilësor, ka ekonomi, ka sektor privat, ka shëndetësi. Ndërsa ky ktena që është në Meksik, absolutisht domethënë është i dështuar si qytet. Si qytet. Juridikun e ke pas zgjedhë, e ke pas dëshirë, po fëmirinë e ke kalu ku në pej? Po, unë fëmirinë e kom kalu në Trebovisht 5. A në Trebovisht 5? Po, Trebovisht 5. Po kështu si raj, i Rugova, po? Po, na jem Rugova, si jem kelmen me fes, do me thonë... Nëse ku thaj, jam si natyre but, nuk mund kam met, po... Iran, pej Rugova, po masi edhe Ibrahim Rugova ku natyre but, edhe ju natyre but, nuk... Plus jem kushej se prezidenti Rugova është lajq, është i vllazërisë lajqi, dhe tash sigurisht se unë moshën e hershme të fëmirisë kam qenë kogja një farë rebelit dhe gazin lotësjelë se e kom shiju herën e parë në shkurt të vitit 1989, ato demonstratat e organizume kundër ndryshime kushtetuese dhe kundër masave të jashtëzakonshme që Serbia atko i përpiqej me zbatu kundruall krajinës socialiste autonome të Kosovës. Dhe si shkollari mesëm, do me thonë, kem do të stacioni trenit o zgjedh gjithmonë si vend, sepse ka pas gur shumë. Po, mundësi me gjuma. Atëherë nuk o konë bashkëpasësore demonstrata, se kem gjithë gur, se që aty kem pas atë farë u jem furnizu me gur, edhe po e kom përjetu heret këtë farë punën e gazit lotësjelës, edhe... Lufta të gjetin cilin veta, po kishe diplomu? Unë luftë në prill të vitit 1999 dhe në prill kem qenë këtu, kem nejnë zyrët Unionit Studentëve, sepse për opinionin e gjerë, ju keni qenë protagonist për thëmë për disa të nëherë, demonstratët e studentëve kanë fillu me 1 tetor, mirë po ato kanë historikun e vetë, kanë vazhdu me 29 tetor, me 30 tetor në 97, me 2 mars, mas masakrës të Koshan dhe Qirezit, me 9 mars, mas masakrës të Asharet, ku njëjtën ditë është mbledhur grupi kontaktit, ka vazhdu me 13 mars, me 18 mars dhe me 30 prill. Me 30 prill të Fakultetit Teknik, ajo si revolt studentore për mos zbatimin e marrëveshjes arsimit, ku aty për herë të parë i është bërërit edhe Ushtrisë Sindikate të Kosovës. Pastaj, pjesën e dytë të protestave për hir vërtetës e kem bën koordinim edhe me partitë politike të asaj kohe, edhe me Lidhjes Demokratike, me ide. Po, dhe dulëm hapta, su që drenic jemi me ju, e kështu. Me partia parlamentare, me plot tjerë, dhe dhe me thonë kanë qenë 7 muaj. Ato 7 muaj, si kur të ndodhin në Amerikë ose në Evropë, do të hynim në analet historisë një prej demonstratave të rezistencës aktive si filozofi politike ma sukseshme. Prandaj edhe një organizatë studentore e Evropës AGEE, protesta studentore i qunë si kapitulli i fundit i shpërberjes së Jugosllavisë. Dhe tash po, kam dalë, kam nejë deri këtu, që atë kohë kër është arrestu Albini, ne ka thonë për profesorë ma vonë, ka qenë plan mu arrestu edhe kryes komplet Unionit Studentëve. Po, unë e Muhameti kem largu, kom shku, pastaj,
Në Tiranë kom taku Shaban Sinonin e këta leadershipin e UÇK-s që kanë qenë Jakub Krasniqin, e Ramiz Ladrovcin, e Halil Selimin, e Gjavit Halitin, këta që po tash më më nërmen. Kom flet në shtëpinë e Shaban Sinonit, e kom në një letër me mëngjes, ai letër sot është në arkivin e shtetit shqiptar, sa ka qenë drejtori i arkives Shaban Sinoni, edhe kom thonë në do më shku në luftë se kem fol ball. Tash, fol UÇK, 3 jem edhe jom fut në radhët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, kom nej në zonën e Rodimes deri me 10 qershor të vitit 1999. Në 12, kur hinë në Prishtinë tash prap? Ai studenti rebel kështu i demonstratave, i protestave, shkon edhe në luftë, dhe kom pas shumë qef se për shembull kanë me të pyet një ditë niprit, mbesat. Vegjël shumë. Çfarë arme ke pas? Shiko, tash unë jam kujdes shumë për imazh. Se bëhen patjetër ti diçka për informim, për jam kujdes shumë për imazh, sepse them drejtën e kom xhelozu ushtrinë jugoslave, se ka qenë shumë e disiplinuar. Ka qenë ushtria e rregullt. E një prej më të fortave në Evropë. E suportume prej prendimi e prej lindje, se e ke shkapa i pozicionin e mirë. Atë disiplinë, atë hierarki, atë pamje, kom pas qef të ushtria e Kosovës me po. Dhe na për fat kur hym, na dhan uniformë shumë të mirë. Ja dhënë kur desha në zonën e Rodimes, në Monopol, në ato venet kuish jem na të koncentruar vendosën, jam rrugë gjithmonë, e jam vesh mirë, e kom qitë kapelen e në kry, edhe kom ecë. E kom pas një 8 mosha me veti këtu, vërmu duk dhe. Edhe ajo ka sjell shumë moral të madh atë kohë të ushtartë, se duk si uniforma si me kone NATO-s e tjera. Tash aty kem qëndru me Kadri Veselin. Dikon jo 1 muaj ditë, kem flet në një shtëpi, bashk i thoshin Luli. I studentët luftëtar liristas. Luli, thoshin Luli. Unë Luli nuk e kom njoftë Kadri Veselin. Hashim Thaqin e kom taku vitin 1998, tash me termat menaxhmentit me fol, me ndërtu një farë partneriteti strategjik mes lëvizjes studentore e ushtrisë shqiptare. E kom taku zotin Thaqi, një djalë i ri, belem shenjt respektit, mo mulin kauç lart, vetë ul poshtë në atë uljen tradicionale shqiptare. Edhe bisedum, ideja është me mbështet nga diplomatikisht e politikisht ushtrisë shqiptare të Kosovës, sepse atë kohë UÇK-ja vlerësoi edhe si organizatë terroriste dhe bën një farë lufte të madhe me dalë për kishte rrezik me na qujt ashtu. Edhe domethënë bota e re, Unioni i Studentëve i kem mbështet vazhdimisht qendrimet e shtabit përgjithshëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Tash aty na ndahen rrugët sa i përket Rambujes, me Albin Kurtin, sa është interesant edhe me ditë për juve, se zoti Kurti, zoti Demonqi atë kohë, janë deklaru kundër delegacionit Rambujes, sa marrëveshjes Rambujes, aty në parimeve, të cilat nuk ishin bashkëkëndshme me thonë drejtën, me një farë interpretimi tjetër me me bon. Jo më pas vendos, s'kena pas me pas as Republikë heq. Po aty thuaj një farë autonomie substanciale, një prezencë ndërkombëtare, mas 3 vjetë një farë deklarimit popullit aty, edhe s'ka qenë keqësisht e qartë çfarë deklarimit popullit aty, cilit popullet tjera, po me gjithat, fati ishtë nanën tonë edhe nuk ishtë mundësi me u kthy mrapa. Sigurisht. Dhe kjo, zoti Thaqi atë kohë, se kom njoftë, sa nin pe gjithku në thonë jam Hashim Thaqi. Dhe si jemen, pikulloj, kësha ndëgju, dikon për rektor student do botës se... Thaqi dhe ishtë dënu më herët. Po, Thaqi ishtë dënu, po nuk e disha që është kjo, dhe që kom para vetës, që jam të folë me ta. Për shembull, çfarë hipokrizie sot në Haga? Serbia ka dënu Thaqin 15 vjet apo 20 vjet? Po, 15 vjet. 15 vjet. Në mungesë. Po, për terrorizëm, ata kanë pas maksimumin, ata kanë maksimumin 15 vjet e kanë për këto... Sot në Hagë, po përdoren faktet e Serbisë, e UDBA-s, e BIA-s, e të Serbisë, absolutisht kundër Thaqit. Po. Tash sa i përket kësaj... Atër pse e lam me shku qash gata atje? Qaja Serbisë, dhe thuj, e ka pas dhënu maje në... Tash sa i përket kësaj, dhe më thonë jam natyrisht se nife me ta që nga me zotin Thaqi 1998, me zotin Veselin 1999, masanej
jem bashkëthemelues Partisë Demokratike të Po, Kosovës. je njërin nga themeluesit. Njërin nga themelues, dhe thonë edhe tash Partia Demokratike e Kosovës, kur është themeluar atko, nuk ka qenë thjesht një kuptimi një partije normale si që është sot. Sepse vetëm një mënyrë atko për se tash paqja lirin erdhe me sollëm e tjera, me gjitha ato mundimet e me masakrat e me dhunën e me ndërhyrje ndërkombëtare, me lëvizjen studentore, edhe me kontributin e partive politike pionjeme dhe atyne, dhe tash ish shteti. Edhe shteti shpalli veç përmes partije politike, nuk kishe mundësi përmes revolucionit, prandaj aty, në themelet e Partisë Demokratike, ka 68-ës, ka 81-ës, ka 97-ës, kemë qenë unë e Muhameti, drejtoria politike, Lëvizja Popullore e Kosovës, e cila ka pas... Ata ma hajrat janë krejt idealist, tash jo krejt, po janë shumica. Ata gjithë në fillimisht kanë qenë Partinë Demokratike të Kosovës. Dhe toni është vazhdu, zoti Thaçi dhe Muhameti atë kohën kanë propozu për me kandidat për deputet, ka morë mbështetjen e Partisë Demokratike në ratë, por zoti Thaçi deputet në legislaturën e parë. Po. Realisht i kanë shumë të mirë atër, shumë ka pas profesore, doktore, të diturë. Po, kanë qenë të mirë, nëse zoti Thaçi, Fatmir Limaj, Majdin Kuqi, Arsim Bajrami, Gani Koci, e shumë të tjerë. Dhe ideja se vetëm për me subjektit politik, shpallë shteti edhe ashtu ndodhim në 2008-ën, mirë për para saj, dhe më thënë, e kom pas fatin, edhe me mbështetjen e Muhametit, sekretari i kuvendit, mu propozu për ministrët rinis nga Unioni Studentëve. Në qeverinë e përkohshme, Jo, konstrukturat e përbashkët, strukturat e përbashkët me misionin e OKB-s, dhe jam emlu nga Bernard Kushner, ministri jashtëm i Francës, nga Kushneri, dhe aty kem themelu institucionin e rinis, që të politikat rinore, kem themelu disa qendra rinore, Pallat Rinis, tash Pallat Rinis që jam veçani, se është ma tepër pallati i biznesit, prandaj duhet edhe mu ringjall, mu rikthye fort qendra rinore, sepse një prej punëve që kem bën fillimisht themelimi institucionit rinor, sepse atko dikun 50% të popullatës Kosovës ishin moshën 25 vjeçare. Dhe duhe vene ku ata... Ajo qendër një farë panteoni, kulturore dhe rinore, sportiv. Edhe në gjitha qendrat e Kosovës e kem themelu edhe në Prizren, edhe në Mitrovicën, Pejën, Gjilanën, Gjakove, edhe ku kanë qenë normalment mbështetjen e financiare dhe ekonomike, edhe kapacitetin njerëzore të OKB-s dhe agjensive të cilat ishin donator në atë në Kosovë. Me rrëfimin tonë të bukur, bisedën ma kequ, gati që shke dash vetë. Jo, edhe një du me përmen, sepse është ndërmarrëveshjet e para që është nënshkru me Republikën e Shqipërisë, e kom nënshkru unë si bashkëministër i Departamentit Rinis. Dhe bukur, po fati mirë edhe jetës, tanë jetën në atë... Esmeralda Oruqi ka qenë atëko Ministre Kulturës e dhe Sporteve dhe Kryeministër zoti Ilir Meta. Ilir Meta. E tash në presidenti që mu ma ka dhonë pasaportën si artist kështu në... E që e falenderoj shumë, ma ka realizu. Kom pas rezistencë gjatë luftës kom ujtë me marë, Recep Mejdani na ofroj, po shkun vite kështu. Si përse edhe mu ma ka unë kemi kosisht. Vazhdojmë me pak shaka, po pak kishtë të vërtet në këtë orientimin e bisedës dhe i tash. Jeni doktor shkjence, po keni legjeru në për disa universitete. Po, për shumë një për legjerimeve cila është unikate, është në Universitetin e Marylandit si kolegj universitar në kuadrat e forcave ushtarake amerikane në Banstill, nga viti 2007 dhe vitin 2015, ku student audiencë kom pas 5 vite, 2007-2012. A 2015, më duk që bënë lapsus lingve, the 15. Ka mundë si 2007-2012, dhe audiencë kom pas studentet, ushtarët amerikan, para vetës si ligjerues i angazhuar, dhe tash që the pak maj qete, maj butë sa në aton këton, sigurisht ka ndiku edhe shkollimin e Pittsburgh, Pennsylvania, aty ku ka magjistru, dhe aty ma kanë rru CD-n. Se si duhet me komuniku, qëllimi i arsimit. Përveç magjistraturës në Pittsburgh.
Më duket edhe Vjosa ka qenë në Pittsburgh, a? Vjosa ka qenë në Universitetin e Pittsburgh, ndërsa unë kam qenë në La Roche University. La Roche University. Dhe çfarë teme ke pas magjistraturës? Kom pas leadershipin dhe menaxhimin strategjik. Strategjik. Në kuadër të kapaciteteve njerëzore, ndërtim të kapaciteteve njerëzore. Çka ta kanë rrugë CD-n ata? Çka të kanë bën? Pari për me kuptu diversitetin. Diversitetin kulturor dhe njeri sa më ndryshëm që është, vlera është më e madhe. Më e madhe sigurisht. Si mozaik prezanton më shumë. Prandaj edhe shteti i Kosovës, të cilën ne duhet me kuptuar si i tillë. Ky është koncept qytetar, të cilët e zbatojnë Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që nga Robert Schumani, dhe cilët ata quajnë Unity in Diversity, të bashkuar në kuadër qasi laryshisë, laramanisë. Dhe lloj-llojshmëria. Për shembull, tash nëse e morën Britaninë e Madhe, morën si shembull Londën, në kuadër qësaj frymet të edukimit. Kryetar i Londrës është Sadikan, i cili është me origjinë pakistaneze. Domethënë, sepse ata i kanë eliminuar këto origjinën përkatësi ato janë aty se secili mbron identitetin kulturor, etnik, historik, tradicional, tradita, sepse ata i konsiderojnë vlerë të filluar prej ushqimit, prej veshjes e tjera. Kosova është i shembull sa i përket kësaj fryme, sepse ballkanasit nuk shquhen për këtë lloj koncepti qytetar. Shquhen më shumë për qasja etnike. Prandaj është e pamundur për me e sfidu, sepse parimi kryesor i organizimit dhe i mbështetjes të Republikës së Kosovës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian është kryesisht mbi këtë konceptin qytetar. Dhe kjo fillon nga edukimi që përmenden, nga universitetet amerikane, të gjitha e ligjërojnë këtë konceptin qytetar edhe diversitetin si vlerë, jo si dobësi. Kur thema kanë rrutë se din, thash mos diçka si Ramushit, si Xhavet Halikita, që tha ai amerikani. Tash pak diçka më personale. Jemi tash edhe te personale, atë personazhi juaj. Keni ligjëruar, keni punuar, tani ku jeni? Tash nëse A je pjesë e PD-s akoma? Jo, nuk jam struktuar Partisë Demokratike të Kosovës. Jo, nuk jam. Po antar je? Antar po. S'ke dhënë ndërheqje? Jo, ndërheqje s'kam dhënë. Edhe votues po dihet se po. Aty vota është e fshehtë. Edhe pse që aty në pej bollë kështini bollë, diçka ju ka gjetë. Pa tash shiko, është punë ka njerë e kuantitetit, e kualitetit jo e kuantitetit. Do më nëse i sheti nga 5, sepse unë ka 1992 dhe këtu, po me gjithat, origjinën e kom qasoj, nëse i sheti se qëfar figurave ka pas Partia Demokratike ose Levizja Kombëtare e Kosovës, është me Agim Qeke, me Besim Beqe, me Gjavit Haljete, me Heridin Kuqe, me figurat cilat kanë qenë me juve, me plot me Partisë Demokratike të Kosovës, po vlasë si Levizja. Ani ta shka, a jeni ligështua? As për ju respektojnë bëlla, për ju thojnë bëllë keni folë se na keni lodhë. Jo, shiko, tash, një prej qa ku mësu dhe për këtune tjere, për figurave, për përvojës, për shumë ka rastis me pas takim kurtazir, përshëndetje me Dalai Lamen dhe me qëllun takim... Si e ke taku Dalai Lamen? Po. Vërtet? Po. Fatimir. Po, kam fotografi me ta. Interesant. Po, sepse Dalai Lama mbështetet pikërisht për këtë qasjen qytetare që e ka ai, që diversitetin kulturor, prandaj edhe amerikanët e mbështesin. Pavarësisht që Kina është e madhe, Tibeti është aq i vogël, Dalai Lama si personalitet botëror ka mbështetje nga bota tërë. Unë e kam taku në kuadër se kam qenë pjesë, me thonë, e lutjeve nacionale të mëngjesit një kohë gjatë nga viti 2004-2005, ato takimi janë formale dhe aty ke pas mundësi me taku me pa. Kam qenë 2 audienca ku ka folë një moment Bushi, George Bush, presidenti amerikan, dhe Barack Obama. Me ndëgju fjalorët e tij në kuadër të lutjeve nacionale të mëngjesit. Dhe aty kam takuar edhe Dalai Lamen dhe personalitete të tjera, absolutisht jo takime kështu 2 parë, 3 parë, s'kam përfaqësuar veç veten time aty. Pastaj këtu në kabinetin e kryetarit të Kuvendit Zotit Veseli, kanë ardhur njerëz, figura të rëndësishme, John McCain, Boris Johnson, kryeministri britanik, Elliot Engel, takimi me presidentin e Bullgarisë, Plehvenov, dhe tash
Çka mëson për të njerëz? Goxha shumë përvoja. Po, jo, mëson modestin. Modestin. Modestin, njerëzillakun. Njerëzillakun. Kur kanë hyrë këta njerëz që qeverisin botën, zhak shkojshin pe njerëzillakut që kanë. Sa zhak shkojshin pe njerëzillakut që kanë. Edhe, dhe së herë kanë ngritë kokën njoni për tëne, edhe tha, kini heq keq me ndërtu këtë shtetë, mos e dëmtoni. Dhe John McCain, kure Nona Terez ka bë thirrje me adoptu fëmijë bonjak, asë thirrje jo përgjigj John McCain dhe na tregoi se si e ka adoptuar një fëmijë në kuadër të thirrjes së cilës. Në kuadër të thirrjes së Nona Terezës. Zonja juaj ka mujt me hjeku, gja shumë e ty, pavarësisht që për paraqet jetën shumë të butë. Shiko, pjesë e personalitetit tonë është tradita. Jo dhe të ko vendet Anglia, dhe me thonë edhe ligjet i ka në bas traditës. Vendet anglo-saksone, ligjet i bas traditës. Dhe ne jemi pak kanungji sepse gjatë kemi jetu me kanunin e Lëvdugaxhinit. Por, po thoma njëherë, unë kom shku në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në 2003, në 2005 kom magjistru, jo martu në vitin 2008, vitin e pavarësisë, dhe dhe me thonë Valbona, Musa, Lajqi, bashortja ime, kam qenon me fatë, po dhe me fatë sepse e kom ndru të seden edhe ato traditat e sjellet e cilat në Dugaxhini ka njerë se kem bashkë korrekt në bas kanunit, nuk i kom sjell fundjes kom pas arsye sepse thuhet se prapa çdo njeri të suksesshëm që do një grua e mirë, e suksesshme në shtet. Ata duar përklasin Valbonën, se prej të vetëm duar përfitoj me për sapun mund të Ka fëmijë? I kom dy djem, janë Narti dhe Lisi, shkollë të mesme Narti në klasë 11, Lisi është në klasë të 6, dhe në shkollë mësojnë, po do të më marrë me detyra të në bashkë me ta, mu angazhu me i rikujtu ka njerë ato një orientora shkollës fillore, i kom angazhu në sport, po e dojnë futbol, përshkak se tash nështë do të me qenë pak subjektiv, se mund ka pas pëlqy futbolli shumë, bilesi shkollari mesem, ka marrë shpesh me po Prishtinën këtu. A të ka pëlqy, a ke dit me lujt? Jo, edhe kom lujt. Edhe kom lujt. Kom pak për bes, pes, në të stërviti kom pas majt aty, po i ri, njoni për lojtarëve aty, po që me ri, ma futi me brëll këtu, më gjako, se më qiti pak, po, futbolli është garë, dhe kom qef fëmija me upajis edhe me sport, edhe me futbol dhe me këso gjona. Kur jemi të pyetja, a ke dit me lujt? Nëse e shikon jetën tënde deri me sot mrapa, a ke dit me lujt me jetën? Shiko, Nietzsche e thot mas vështirë është me njohë vetën. Sepse se cili njeri ka ato hijet e veta. Dhe ato hije ka njerë të pengojnë për me i shfaq vlerat. Ju edhin që apo thëmë se me u bo personalitet publik dhe me dekadat të tona, me qëndru në skenë publike, artistike, kulturore, jo do është me më poshtë ato hije të cilat janë dhe edhe me i shfaq ato vlerat edhe këna i ndritë. Por me gjithat, pavarësisht për këtyne koncepteve, ideve, qëllimeve të mira, shkollave të mira, është një fjallë tjetër që nesëm të Roma. Thot një farë fjallë se kur je në Romë, se dhe si Romak. Nona Terez një shambull që me mbështet këto, se duhet me njoft vetë vetën dhe me njoft ambjenin se si ku jeton, se ka njerë bjendesh me vlerat e cilat ti promovon në ambjeni, ka njerë periferia, rajonalizimje, ka njerë janë pengese zhvillimit edhe duhet me u përshtat. Sigurisht. Ka njëherë. Edhe kur prezidenti i SBA-ve Ronald Reagan jap mirënjohjen e presidenciale të lirisë Nënës Terez, i thot merre, thot, po ty s'ka çka të vynë. Po shkrije këta dukat shete edhe ma të paro u shetë varfnit. Drejton Lajshi, ishte knatësi që të kisha musafir. Faleminderit shumë, knatësia është e imja. Një rrethim i jashtëzakonshëm që e kam prit ka herë, të falenderoj shumë nga zemra. Ishte knatësi. Faleminderit shumë.
bardha. O që në ke veshur o me të bardha, hajde a ke lala O ai hajde a ke lala Kusherini I ka marrë votat për asamblej. Ai E kam pranu. Dë vujt ai ko dyshim, taj ku milion vë qërop të zeza. A qërop t'i le? Ama na em, për të kalzej. Jeta shumë e pa drejt. E pa drejt. Për dikë nonë, për dikë njërë. Është e vërtet. Imagjinoj na em. Po? Na, shqiptarët e Kosovës, jena të ja but pa drejt shqiptarëve Shqipërisë. Sa? Ja. Oj miri, nuk jem të i dhonë për parësi, a e din sa talenti është Shqipëri. Unë e di që ka talenta dhe s'ju kina bo, asë njerë pa O, drejt. na em, ngëm, na nuk pe morëm kërkën prej Shqipërisë me prunë Kosovë me kyqin punë. Na I kena morë vish do valtore dhe do këngëtore, ja kena një mu pak. Ja. A e ke po shkën muzikën në romje? Po? Janë nisë ato 20 valtore krejtë Shqipërisjen. Edhe, jasha, sa bukur me vasha, quët e ka shit pelën. Para dinuje, e ka shit edhe kolin. A po, a? Ti gjitha formë, ti këtë ka pru muzikë. Te këto bijat e Shqipërisë ka votu atë. Quët, Beqiri, përshëndet shoqërinë, me këngën, I pirur jam, o me kokain. I piri? Dehur? Ua, që shtë e kënëshin A ata. që ashtu da kënajshtë? Beqiri po tuk I shdo I shimes valtore valzejke. Kënëjke këngëtari, I pirur jam, o me kokain. I shkoj dashnores, ama në shtëpi. I pirur jam, o me hashash. I shkoj... Gëkësojke. I shkoj dashnores, aman me kalash. A e din be sa talenti është Shqipëri? Po, sigurisht. A e din sa talenti është në Lazarat? A bash në Lazarata. O e një inforë, nëna em. Ko munges të kualitetit. Agronomi. O, në em, pa I peci nuk po din, që tu du të mi stimulu prodhimet vendore. Ja. A I shkëri qëtë mjedra s'kam porë, o, Bob. Ani shumë mirë që ato duhet mu... O, Bob, është problem kualiteti global ka hup, s'ka kualitet, jenë të pizët s'ka. A po, a? Ka Shqipëri që të meqën, na kanë qirë dere neve. Po? Kanë orë këtu tak, e kanë kopë ministrin, tak, e kanë qurë Shqipëri. Shumë mirë. E kanë bërë drejtër të purtit. Që dite kemi prit? Kur ja nesën me full për to, thësha o zët, ku pas ka jetu ki margaritar dhe tash. Ndërë, ja nisi me fullit I Roma. Tha, është ministri që do të drejtoj portin. A I që për një mandat e reguloj autostradën e Gilanit. Edhe bia të ishë që shtë. A vla, për të kryeministri shqiptarve pas ka ndreq autostradën. Boba më Albinin. Jo, bia sa këtë desë për gjumë. Desë për gjumë dhe me këse kini kryo autostradën. Se për dojnë me thuj Albinin për mes këti. Po bojnë disa. Kur janë njëse e ministresha aty Baluku, a e Bukurusja, tha, ky sa gjithashtu është edhe dhëndër Shqipërije. Mirë pëll. Kur janë njësë mbijat, s'pas ka shko ky portin me drejtu, po pas ka shku mu martu. O, më ngëm që pësëm, kur t'ja nisin me hi banonët pi Ekuadorit, pi Kolumbis, o, nuk ka shonë s'pe kone banone me pravu atë na em. Unë e më konë, qëre, majmuni nuk o budol, nuk hanë meshe, a ke bo majmuni. I hanë bananët si janë sheshme. Mishin me hongër, mishi të ngriti njërën, krypa, jetë tensioni, pedente. Qashtu si vikje dhe Unë kësha thonë edhe menej, kjo e ka shtila aty për një arsye, se e din që aj nuk din nëtë. Kur t'ja qenë auditorin me kontroluaj me në tu s'ko ka ikë, gomunët s'ko, se i kanë qënë Angli, bob gomunët. Edhe këse ko qore para portu tani që ka bu. Andaj ju lësë, sa ma shumë të bashkuhemi një herë për gjithmonë. E shtërngohemi. Punë, që themi stop produkteve të Serbisë, që themi stop produkteve të Ekuadorit edhe të Kolumbisë. Ja nisim të prodhojmë së bashku. Vetë këtu. Po në
Hajde, kalem, mirë se erdhe. Jalla t'ju fuli krejt se më të shikën. Edhe tash t'ka zep që. A dhe krave për shkën mi fola? Tash t'ka zep. Bërse kemi halvale? Që jemi rime se që hece. Ajni mirë. Ajni mirë. Ai e mirë. T'ka zep. Kur po smuj ke njerit, atër pja di ke vlerin shëqnis. A po, a? Po, pasha zotin, që të mandri se e di që të gjithë. Dritë do të me dollë, për te vetë banë dritë në emë. Edhe, he. Kështë ma që kënejo Madrid, a di ka meria, po. Se është Madrid ka naimi se ku më me. Jo, që de. Po që shjela i. Mirë, A jera atë valoh, e lekë. A, jema mirë. Jo. Qa ki e lekë? Lekë, që po të ka zhe, edhe ka bu nërvëz një dreq. Ha. Kur të lyhen, krejt lyhen në emë, se që dhe durët për më dridhen, e blejta i kërë të mirë, dhe të pas më të mirë. Koj shia, mule njoni, ama ti groj, kere dhe gruja si ipën kërkuja në emë. E ty pja u jep? Like të kjeshë, në mërë, Allah i dhe kjerën se edhe ka ko mësyshë, se s'ko kere të mira ka na kërkosh. Po. Ma prish dikon, tha, ja, valloj, ka me ta këshyre, ka me ta ru, tha, si grunë teme. Pas jam në rrës si grunë tome, E ke po të leqe. s'pas ka me metë kush pa edhe një grith dikon. Një gërri. Ja, arru e duja nëjnë. Ne, se jadha shkerën kur erë, ha, më nëjnë. Ha. Ti ke shot dikush për mas, gëpekin mrena. A kere ta, gru se na... Kere. A, mirë se na pjellë krejt. Jo, ka ovës po e tohet që që zote, të ka zaj. Që zot po e tohet, a di ku gjynë për ngrove. Po. Se me bo mu hetu, së kur kere, shka me po kur t'i shohë gruja e më pipumës, ha u banë qeli, njak. Ha, gru shka ki kur gjo, akcidentalisht një kolegi punës. Urrako. Kolegi punës, po më grithi pak. Mirë. A peshe, thash mi kem shu për mas, tha vëlloj pas ka radi kur se kom po. Thash, a di pse se ke po, tha he, thash me ke ru si grunë tone. Po qa Thash, ta? që problemi. Era për nëjmë si jam dikë të shka. Qa ki ndura të? Qere për të kalëzë. Ha. Analiza? Zar vjetë bërë shka o bon, nuk jam mirë. Shka pa ho më bëjke zaror. Që zaro? Që për të kalëzë. Qka hangshë që të bëjke zaro? Hangsha bërëm, thartina. Po? Hangsha i nyrë, dhe ke munoj frima reke zemë. Ha? Shmut. Shkova të mjeki, shka o bon, thaj nyrën, repse. Nale. Nale. Mishin, nale. Kuqin. Ha. Po. Trajtet, tha nale. Bash. Minali krejt. Sokin, tha, mës me pi. Coca-Cola të bazaror, tha kosh i qerë. Ha. Fonta kosh i qerë. Birën, asë në komunikacion s'po mlojnë me pi. E kom di që ade policia ta ndalojnë kur vëzit, se ta nalë mjekin shpe. Tu e këshyrë televizorin, menë se kom bonaj. Dhe birën e ta nalë. Ha. A mund goti krejt produktet mi ka nalë. A të nëjë nalëshin të thëshin me se hani produktet të servis, se ti nalë njeri biotonat, që tonë se kom bo menë kur. Veqe bio, kalon bio. Mi ka nalë krejt o na jem pasha zutin. Ha nej bari për shemull. Veç, që tash veç në karrot hem të hongë. Anë ka veç karrota kero. Po në tjetër nën kur ta këthesh, unë ka fëtu zoti. Ha. Me dhe të Europja dal mujnë. A po, Ja, a? që tash po kunsej. Edhe tha pritet mjeku, tha të mund me bon, por e tha dhe një 4-5 vjetë, tha dhe karrutat ti në ollum, tha edhe me 5 euro ka përcej mujnë. Pastaj, ma vor... Pastaj me 5, edhe një 5 tjera, pi bjen edhe një 10, tha në ollën edhe karrutat, jetë veç në uj. E provoj veç me uj. Po, si të po jetë që në uj miri, o kry puna. Që të din. Kretë mi kanol, po me kështë që ma kanol edhe pi zemre si shalik shtëpak. Jo. Që to se kom dit, tha ti me gru mo heq kontakt. Ja. A janë kuzhinë, tha me ti, tim që të shtu. A janë që të zërë, tha tim kuzhinë, asë me këqyrë zgudzë. Me të vesh, tha hala, dhe me të pisullu kështu, tha heq. Pas ka mu Se bo... rritet ta pulci. Pas ka me bon desha jo tash. Ja, s'pa kryet heq, a e gruja. Jo, ha. Oj, dhe shenë smut, e ko morë dokumentin, Me që pështu. ka jarë pa di po më bëjë gjë më përqof, heq, se ka më përqof, ane, e kom nëllë, po kanë qef edhe me lamatit grot, la, si po vjen policin. Mule se gruja, a tërë që të sup. As me menu s'kisha. Shë që zotit të më ka pështun që të ronë zotit, po ma ka nëllë rëpsisht me gruas, me të nejtë Ti guzej. pas ka nëllë krejt. Hetë mi ka nëllë, dishta me të vetë, bënajmë ti maj më që mi, Po. ty ata ka nëllë mi fjetë me grua, alo. Jo, haleja. Valo, he pas ke zemrën e furë. Edhe? Unë e likë, një unë e tha, la ili si të po të rretha gruja ty, tha zemrën e likë, tha shqyre, kam i kojshie ko zemrën e furë, tha se... E kemi kojshie një rikë që ka gjithë të dera zemrën si telefonit. Pas ka pështu. Ma ka pështu plezë. Ai kojshia. Shka jenë të gjenere. Lullat e gjenetit pas kam i fitu. Pa ja, më ka pështu se, ej, kur si pi Zemrën e bëjshe fortë, bëjshe dhe vjetë, pa tani mu dikush. Ti asfaltet e fortë të përshë. Jo, men, që të ndiqë në shumë.
se mund gjitë heq miria, di? Ja, super bëjmen, se mund gjitë s'ko shumë. Edhe ne, më s'po më rajnë bre mjekt, ti e doktor. Ja, qatë ka thonë doktori, qashtu me bo? Allah ila, po më së bre burë pak për mjekësi, di shka deshta me të vetë. Hale, qka? Shka puna, a unë lidhë ketë me zemër, thanë, ketë që të po lidhëshin, me trunë. Që, gjitha. Allah ile, se përgjesht e kom ditë, në herë dheshin, a di? Për mja ngrej këtu të të me posë, e ko lidhje me koha, për më opa. Po nuk është ashtu. Jo, a? Ja, për mja ngrej këtu, mes mja ngrej këtu të të me posë këtu. Po? Se për këtu të në ti me diku që të veni. Hekë me të vetë që se mjek, edhe populore edhe kështu më kanë përzi, letëzu s'kam për kitë punë kur. Këtu njëherë bre plakat nejmë, që kanë mujtë me ditë, letëzushme s'janë konë. Ha? Si thërë ke, po më thërë të ke guni ku më prish muti. E mo e me në gjyshën, kur dhe shumë i kësit livodët, adi mes me ta zonë sonën shivi, veqe që të ke komën prezore që ka posë thujnë, 2-3 vena, trak në prezore, bira dhe ke qunë në detë pramë të nëskoshi, dilë bunën në ora. Që shë dishin bre? Meteorotopi. Meteorotopi, ja. Komën e thujnë, unë e bëjsh amen, thësha që këta e sylla, di që i ka të zëjke, thësha baba ki kë, nona di ke vish për qatë, lojën një janë, po, me një kom të thyne, e di ke që kur bjeshiesh, ata i sylla, ma ki ketë copë i thynë, që pëtë për këtë Kosovën. Ja, a dinë si puna jote kur ke pasin Big Brother që je konë marakli i nonave. Po. Edhe i ka bo shumë nonave të në veç i vetë ke. E për telefon, të di për telefon, në kom ty telefonin në zonë, ka dësh, të isha të këshmi me ma qëtë mutin, të se shash të heqë. Po, a? Jo, valohi. Ajo quhet? E qysh për kom, qysh e denajmë? Qashtu, është vërtet quhet meteorotopi, adin? Po. Pedika. Meteorotopi, janë djenë, nëse ka thyje, nëse ka pas thymja, nuk e ka, do më thonë nëse ka pas probleme shëndetësore, të nej, është një proces aty që sensitiviteti... Mes gatak, mes shkurt. Nëse të kojë thyne, pedika senet pak më herët. Janë djenë. E vëlloj, pro. Ndjerja e dhimbjeve që mendon që i ka, asi ka, quhet hipohondria, po kjo është diçka tjetër. Bashkë quajnë meteorotopi. Nale di kuna, nale mu se shko të homrë. Ku, ata banët që të shpi për të. Ja spjegoj gatë. Për ty i miri. Jo që ata të spjegu gatë, kjo po të renzeti me pas spjegu shkort. Do të shët me thyjnë me pas thyjnë, ko ke maj metë. Bunë është minije. Mën minije, atëre pra muna im po dëfë kam mathuj kryt, pak mi ditë dësene se vëllaj mu ka trulov kryt. Asë kësë po ta kopë, puna? Vëllaj mu ka pak i dhima herët. Edhe alë dhe krytin, kjo është kështu, mu ka mu shmenja në imë se edhe ati ja kanë thuj kryt në për protesta ma herët, që ata pithojnë është i meqëm. E penin ma herët aj? Penin ma herët. Qa ka mu bo? E për mu në rejtë qeveria që tash, o mirë me more i faship këtë heket mi i renu në aty në të majve. Bam, 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 bam. E në ata javnin? Javnin pak, tap edhe bonat për marat. Edhe hatu. Ka analizat krejt, ne? Disha me bëjt. Shka dhe të të be që kje fjolla bushtër, ne? Se, që për të ka të zej. Kruza të që me dëshok, dhe ku je i biri bushtërës, unë resha di kretë pak, dhe ta livdej boben pak, e një mirë asenja, unë vike mirë. Ku je i biri bushtër, dhe shta me të vetë, shka i vjetë që kje bushtër, bre? Mirë i bjen. He? Mirë i bjen. Na me gjuhën popullore i thojmë kudrës. Jo, bre. A jem pas përhën biri kudrës një. Unë që kujtu që për ma livda boben, e resha kajtë, a i këva për ma livdu nonën. E di shta me të vetën, me bo pare që tash se apo vjen, me të një stërnonën, sa në s'ki me bo, veç ki me nej, që është një 4-5 orë me mu. Veç me një stërnonën tore ki fjallën? Po, apo vjen. Shkoj i të torit. Po de? Po vi, kalzom shka du të me po. Ku, veç ki me nej, që është për halavin, e mi tu të fmi. A, po! Unë të bëj pare. Po nevoj me t'jes. Po kujtu, a dhe lash, kanë me morë, kanë me supi. Po, e mirë, bo. Kështu të vetë nejmë kështu. Mirë, po thu që i mjekësia nuk rejna. Mirë, analizat i paske mirë, nuk së lodhë, hecë. Po, del nuj, respektëm, edhe pak se në karota e mbetë. Në karota i, e mirë. Edhe 4-5 vjetë se më karmet ma shumë. Dhe gjo, po kina me provue, si Nasradini, nashta edhe pa hongër hecë punon e vepranë. I shola, mare zotri, që tash me dhe tera për ka përcej. Të falenderej shumë se valoj qërë njeri. Më ke pështu. Ke pak gjelëzi, pa kur të arri dhe kështë veti se adim kimetin. A kur t'jesh në zarë, mullet e i veti. Unë e si të më dhamë dikun, hop të naimit. S'ma di se kimetin. Po shkemi pi kafe me tonë, dhe kam të lusëm mjekt. Hajde kalem, po pim kafe, gjithë telefoni. E një fuzioni, e vjen i mjekt full të vjek këtu, ja analiza, ja dhe tut në meri,
dule me pi kafe, unë kjo dhe rejme i ditë, thirë njohë, erdi mjek, e veç për mjek të folim, kështë pas o gjumë mu. Kjo tha, qu, shau, kryo operacioni, tha pu. Po që në kanë rejme, dhe që në vakë kështë për mjek. E s'po kënë qore paron dërët mjekve. Faleminderit shumë. Analizat i pasket mira, mos u frigo, heq shumë mirë, provat që po i bëj kanë zdia kuptove kej në fund. Nasradini një provë që shtu të gjashme e ka bo me? Tha tamon e mësova magarin mos me hongër, tha mësofi. Ka të bjekë që me rritë. Ke di vëlloj. Eron, ke Magori amet më karuta, shë me bërë, edhe për fund desha me dvedi shka. Me si më tha Magor, vjetat e fleturës mesa, jena shkuqen. Realisht, Doni e ka pas ditëlindjen. Edhe na shtash dash fillim, po me gjitha të, edhe në fond njëjtë është. E për ty, shumë urime për ty, shumë urime për ty Liridan, shumë urime për ty. Evo kemi thënë gjithmonë, një armatë të këtë ndodhen prapa kuintave, prapa kamerave, në regji, gjithandej
e që bashkë me ne, e bashkë me spektatorin, me telespektatorin, në realitet na bëjmë bashkautor të këtij spektakli të bukur. Për sonte ishte kjo e tëra. Qysha, flani mirë, ndroni bukur. Natën e mirë, mirë pafshim javën tjetër.